Suplementet nuk janë, nuk e kanë atë rëndësinë e ushqimit, por e plotësojnë mungesën e një diete e cila nuk mund të realizohet ashtu siç duhet. Po? Është shumë e rëndësishme me kuptu që fillimisht baza kryesore është ushqimi. Pastaj, në rast se ka vështirësi në zbatimin e asoj diete apo të ushqimin, duhet me përdor suplemente shtesë që mi mbush ato zbrastira. Në përgjithësi në botë është keq kuptuar çështja e suplementeve, shkaku që marketingu bëhet i tillë për mu keq kuptuar. Domethënë marketingu bëhet i tillë që njerëz që nuk kanë një orrit mjaftueshme ti besoj që ato do të bëjnë mrekulli, ato janë magji, ato do të sjellin deri tek qëllimet që ata i kanë, ku në realitet nuk e kanë atë funksionin aq të rëndësishëm sa prezantohet, në rast se nuk është ushqimi prezent, ushqimi i duhur.